Iga Fatosnanos shënon një zhvillim në politikën shqiptare, jo vetëm sepse largohet një ndër aktorët kryesor të kësaj politike, i cili kishte pjesën e vetë edhe duke qëndruar në hije, por edhe për faktin sepse largohet një personazh i veçantë. Fatosnano ishte një njeri i cili kishte ndikim në Partinë Socialiste, jo vetëm nostalgjikët e tij, por edhe njerëz të cilët shikonin një mënyrë tjetër drejtimi, një mënyrë tjetër veprimi dhe një mënyrë tjetër qasje ndaj shtetit, ndaj politikave, ndaj ekonomisë, siç ishte ai i Fatosnanos. Fatosnanoja, për sa i përket pikpamjes ekonomike të tij, ishte një Keynesian, pra një dishepull i Keynesit, i cili mendonte që pasuria duhet të shpërndar nëpërmjet rritjes së rrogave, rritjes së pensioneve, investimeve sa më të mëdha. Dhe këtë dëshmon edhe periudha e qeverisjes së tij, ku le të themi që ato filizat e parë të ekonomisë së tregut, fuqizimi i kapitalizmit shqiptar ndodhi pikërisht në periudhën e Nanos, i cili ishte një njeri që shpërndante tenderat pa u nisur nga pikpamje politike. Dua për ta konkretizuar, në qoftë se ishin për të bërë 10 kilometra rrugë me 10 milionë euro, Nanoja nuk ja jepte një investitori, po ja jepte 10 investitorë, 10 ndërtues dhe më saktë. Dhe kjo ishte politika e tij për të forcuar kapitalizmin shqiptar pa u nisur nga dallimet partijake dhe ndasitë partijake, se për ideologjinë në Shqipëri është vështirë të flitet. Jo më kot edhe cilësohet si një ndër njerëzit i cili ishte më i afërt me të djathtën se sa me të majtën. Në fakt, në atë periudhë që ishte Shqipëria, është e kot që të flasësh për të majtë, për të djathtë. Aq më tepër që këtu e djathta te ne është një djathtë karagjoze. Fatosnanoja, pra siç e thash, i la Ramës një trashëgimi të jashtëzakonshme, jo vetëm nga mënyra e drejtimit dhe në bazë të informacioneve që kam, Rama shpeshherë konsultoi me Nanon, sidomos në pikpamjet ekonomike, pavarësisht se sa ja merrte parasysh ose çfarë i thoshin këshilltarët e tjerë. Por Nanoja mbi të gjitha i la Ramës një kapital njerëzor. Janë pikërisht ata që quhen fansat e tij, ndjekësit e tij, nostalgjikët e tij, vëjini çfarë emri të doni. Por këta janë një kapital që Rama e ka tashmë të vetin. Janë njerëz të cilët kanë si të vetmin udhëheqës, si të vetmin lider të tyre Edi Ramën. Nëse në një përplasje qoftë edhe hipotetike, Nanoja do kishte një përplasje me Ramën, megjithëse Nanoja nuk e tentoi kurrë të rimerrte kreun e Partisë Socialiste. Nuk e tentoi sepse ai ishte larguar një herë për gjithmonë. Përplasjet e tij me Ramën kishin bënë vetëm për çështjen e presidencës, një ofic që ndoshta ishte një mëkat që nuk u dha. Duke parë se kë kemi president sot, kush ka qenë hiç Mojsiun, të tjerë domethënë. Rama, e bënte për arsyet e veta politike, ndoshta duke pasur frikë një rikthim të Nanos në Partinë Socialiste, se megjithëse objektivi i fundit dhe i vetëm i Nanos ishte pikërisht presidenca. Dhe ndoshta kjo ishte nëse do kishte një përplasje, Rama do kishte kundra një pjesë të këtij elektorati. Tashmë ai elektorat është i gjithë me Ramën. Të gjithë ata militant janë që të gjithë me Ramën. Sidomos me nderet e fundit që i bëri Rama me një ceremonial mbretëror të varrimit të tij, mund thuhet pa frikë se Rama e ka të sigurt besnikërinë e tyre dhe janë një pjesë e cila mund të themi është idealiste dhe nuk është materialiste, kështu që ka marrë një goxha pasuri. Si gjithmonë, në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e emisioneve tona, kanaleve tona online, ndritare të vëdhet kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.